ishte një vakum edhe ne duke mësuar gjuhën, duke mësuar kulturën, nuk e dallonim direkt me një herë kush për çfarë arsye kishin ardhur, por njerëzit ishin të etur për gjëra të reja, mund të them. Edhe për gjëra jo të mira, se ne pam që si zhvillonin gjëra kaq shpejt. Njerëzit qanin edhe thanë, Nedi, ti e di që Vlora nuk ishte kështu para disa vjetësh. Nuk ishte rrumuj, nuk ishte e rrezikshme, vajzat mbaruan turnin e tretë, edhe nga u i ftohtë shkonin në shtëpi me këmbë, asnjëri nuk i ngacmonte, asnjë flufi. Edhe thash, wow, edhe thash, na vjen shumë keq se kemi lejuar shumë gjëra për të hyrë. Kështu, jo vetëm që kërkonin gjëra shpirtërore, por kërkonin çdo lloj gjë, një ndryshim. Por ne erdhëm me lajmin e mirë, domethënë me një lajm pozitiv që